Vetmia. Ju nuk jeni të sëmur, jeni të vetmuar. Unë jam Tereza, 75 vjeçe. Jetoj vetëm në një apartament të vogël në Bolonjë. Në fillim pensioni më dukej si çlirim, por pastaj heshtja filloi të më rëndonte. Fëmijët e mi janë larg, kanë jetën e tyre dhe unë harrohem. Niprit dhe mbesat nuk më njohin vërtet. Nuk ndam kurrë kohë. Një herë e pyeta vajzën, pse nuk më do afër? Ajo më tha, mami, ti gjithmonë ndërhyn, dhe kuptova, nuk jam e mirëpritur. Çdo ditë është njësoj, bëj kafe, pastroj balkonin, shkoj për bukë dhe televizori që rindezur gjithë ditën, vetëm për të mos dëgjuar heshtjen time. Kam bërë vizita, analiza, mjekët më thanë, nuk jeni e sëmur, jeni e vetmuar. Fjalë që dhembin më shumë se çdo diagnozë. Ndonjëherë pyes veten, a isha nën e keqe? Apo thjesht nuk kam vend për një grua si unë? Jo, nuk kërkoj mëshirë, vetëm një telefonat, një si e mami, një mesazh që thot, po të mendoj. Nëse ke një nën të moshuar, mos e harro, mos e lër të pres, telefonoj, shko ta përqafosh, sepse vetmia nuk ka zë, por vret ngadalë. Të vetmuarit nuk kërkojnë shumë, vetëm të ndihen ende të rëndësishëm për dikë.